Po natyrisht në të shkuarën në të kaluarën e afërt, ne kemi parë domethënë që pikërisht në procesin e marrjes së vendimeve nga ana gjykatës kushtetuese për raste të rëndësishme edhe politike, kemi parë vizita dhe takime me ambasadorë e diplomatë të ndryshëm. Mbase kalendari i tyre diplomatik ka koinciduar me periudhën kur janë trajtuar këto raste dhe këto vendime dhe kur janë marrë këto vendime. Në të kaluarën e largët edhe më shumë kanë ekzistuar, le të themi, këto komunikime e ndërveprime. Unë i kam lutur publikisht natyrisht marr parasysh rëndësinë e rastit të cilin po e trajton ose ka përpara gjykata kushtetuese, jo vetëm për shkak të aktualitetit politik, por edhe për shkak të standardit kushtetues, domethënë që bëhet fjalë për Republikën parlamentare, karakterin e Republikës tonë si Republikë parlamentare që e demokratike, dhe natyrisht i kam lutur që ta kursejnë gjykatën kushtetuese me vizita dhe takime të cilat mund të shihen si një lloj ndërhyrje ose ndikimi në procesin e vendimarrjes. Gjykata kushtetuese në këtë periudhë deri me 31 mars ka nevojë për të lënë që ta trajtojë rastin në mbi baza meritore, objektive, të paanshme, të pandikueshme dhe të nxjerrë në fund të kësaj periudhe një aktgjykim meritor, domethënë. Unë e përsëris edhe një herë natyrisht mbase se keni parasysh, unë e kuptoj edhe interesin e diplomatëve për zhvillimet politike në Kosovë. Kjo është legjitime. Por që në këtë periudhë mendoj që është më rëndësi ta lënë edhe gjykatën kushtetuese, por edhe Kosovën në fund të fundit që të përballet vetë me këto procese, sepse sa do të vështira në dukje, këto e maturojnë Kosovën, e pjekin Kosovën edhe politikisht, edhe institucionalisht. Domethënë, le të na lënë të gabojmë, po flas si institucione, si vend, sepse nëpërmjet këtyre gabimeve ne edhe forcohemi, edhe kalitemi, edhe përmirësohemi për të ardhmen. Prandaj domethënë është vërtet, është mirë që të mos ketë takime dhe vizita në një periudhë që konsiderohet tashmë proces i gjykimit, sepse kjo është procedurë gjyqësore në fund të fundit. Dhe një procedurë gjyqësore asnjë faktor, asnjë palë, jo vetëm palë në procedurë, po asnjë faktor, as i brendshëm, as i jashtëm, nuk duhet të përfshihet e që mund të interpretohet dhe të shihet si interferim. Unë e thashë në të kaluarën e afërt, dhe kur them të kaluarën e afërt, jo më larg se sa vitin e kaluar, domethënë, në të shkuarën e largët edhe më shumë ka pasur vizita të ambasadorëve dhe të diplomatëve në gjykatën kushtetuese ose takime me kryetarin e gjykatës kushtetuese pikërisht në proces të vendimarrjes apo disa ditë para se të merret vendimi. Dhe mund t'i pyesni edhe ata dhe vetë gjykatën kushtetuese edhe për aktualitetin, edhe për rastin konkret. Por unë natyrisht e kam ndarë një shqetësim të sinqert dhe i kam lutur që ta kursejnë gjykatën kushtetuese me takime dhe vizita në këtë fazë, domethënë, se në fund të fundit po flasim për disa ditë, deri me 31 mars. Dhe gjykata kushtetuese le ta trajtojë rastin në mënyrë të paanshme, të pandikuar, të pavarur, siç e ka dhe mandata dhe mision që është vërtetë edhe me Kushtetuën e Republikës Kosovës. Dhe të nxjerrë një vendim meritor mbi rastin, sepse nuk po flas vetëm për aktualitetin politik. Rasti që po trajton gjykata kushtetuese nuk është i rëndësishëm vetëm për aktualitetin politik, është një nga rastet më të rëndësishme që ka trajtuar gjykata kushtetuese ose që ka pasur përpara për ta trajtuar dhe që do të ketë ndikim edhe në të ardhmen për vendin tonë, për sistemin tonë politik, për rendin kushtetues dhe për demokracinë. Duhet të ruhet standardi që Presidenti i Republikës nuk mundet në një mëngjes herët të ndërhyjë në mënyrë arbitrare dhe të ndërpres mandatin e përfaqësuesve të zgjedhur drejt për drejt nga populli siç janë deputetët. Kuvendi i Kosovës është institucioni i vetëm qendror që zgjedhet drejt për drejt nga populli dhe madje që zgjedh edhe qeverinë edhe presidentin apo presidentin e Republikës dhe që miraton e ndryshon edhe Kushtetuën e Republikës Kosovës, i miraton ligjet e merr vendime me rëndësi. Domethënë, dekreti ka prodhuar një pasiguri të madhe juridike dhe institucionale. Domethënë, dita e 6 marsit ka qenë një ditë, le të themi, e paprecedan për një demokraci të konsoliduar, kur institucionet nuk e dinë se djeishin fuqi plotë sot nuk janë, domethënë deputetët djeishin sot nuk janë. Mbrëm u përpiqeshin të zgjedhin presidentin, dhe sonë mëngjes nuk janë deputet. Domethënë qeveria shndrohet në detyrë papritmas, caktohet data zgjedhjeve dhe cënohen të drejtat edhe në rastin konkret elektorale,
që garanton me kushtetut me 45 sa përket një procesi, me për këtë pasiguri. Kosova nuk ka nevojë për veprime të tilla urgjente, me pasiguri juridike që nuk na qartësojnë rrugën përpara. Vendi ynë është vend demokratik, republikë parlamentare, me autorizime kompetenca të qarta për secilin institucion, me kushtetut të shkruar dhe me rregulla strikte. Le të respektojmë rregullat e shkruara për cilat jemi pajtuar dhe ekzistojnë, sepse vetëm kësaj mund të përmbushim natyrisht edhe karakterin e shtetit ose së drejtës dhe shtetit ligjor.